Trajneri i Shqipërisë Silvinho ka publikuar listën me 26 lojtarët e ftuar në kuadër të ndeshjeve kualifikuese për Botrorin 2026 kundër Anglisë dhe Andorrës. Ajo që vjet re është mungesa e Anis Mehmetit, një nga lojtarët kuqezim në formë, i cili ka shënuar 12 gola këtë sezon. Lojtari shqiptar është kthyer ndër emrat më të rëndësishëm të Bristolit dhe Championshipit, teksa për të së fundi ka shfaqur interes edhe klube të rëndësishme të cilat synojnë të bëhen pjesë e Premier Ligës. Tjetër mungesë është Kedi Bari, i cili me siguri nuk ka arritur të rikuperohet nga tërheqja e lehtë në pul. Panorama Sports ka zbuluar se ai e ka marrë ftesën nga kombëtarja, por me sa duket nuk ka qenë i gatshëm dhe po merr trajtim në klubin e tij të Saragosës. Për herë të parë, trajneri nuk do të llogarisë shërbimet e Mario Mitajt. Mbrojtësi ndjeu disa shqetësime në ndeshjen që Al Ittihad shpilloi në kampionatin arab dhe me sa duket nuk ka qenë i gatshëm për të luajtur. Edhe mbrojtësi Elseit Jusaj nuk është përfshirë në listë për shkak dëmtimi, njësoj si sulmuesit Mirlin Taku dhe Taulan Seferi.